Zipkin, shikoj ato të poshtin dhe hajde këte. Mirë vëlla. Gylashe po vjen. Vëlla Ali, Gylashe po vjen. Erxhan, Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Wow! Këto që nga bashkuar. mbaje mend, po e lëndove dhe një herë, bën mirë të largosh nga ky vend. Mirë vëlla. Eja këtu. Eja këtu. Motra ime. Me qëra fjala që tani, i dashurim Barbaros, do ta quani komisar Barbaros. Vërtet vëlla? A jeni kthyer në punë? Po vëlla. E po urime. Urime. Dash Zoti të mos ndodhë përsëri. Faleminderit Merxhan. Mbret ti. Zot, o zot, a ka ndonjë arsye tjetër për ta uruar? Nuk ka ndonjë gjë tjetër për të bërë? Ai është xheloz, do që ta lavdrojmë, të flasim për të. Këtë e do. Pse duhet të lavdrojmë ty? Ti nuk je asnjë të dashur. Hiqe dorë. Tallu Merxhan, tallu. Qen ka e mirë, vazhdo ti tallu. Shumë. Kara mjaft tutale, ka të drejtë. Vlla. Është koha. Duhet ta marrim, ai është gati. Paket ragep. Vlla. Nuk e mbyllë derën ti? Pa tjetër që e mbyllëm, Merxhan, a e mbyllëm derën? E mbyllëm sigurisht. Ku keni qenë për kaq shumë kohë? Mendova se kishit ikur. Zemra ime po thosë u ndal. Hajde ngriu tani, ngriu! Në rregull. Siç është problem prania juaj, ashtu është dhe Mirë, mas ma baj presion. Pse nuk të dridhen duart? Nuk e di. Ja, vlla, shkojmë tani, eja të shkojmë. Hajde. Hajde. Vëlla, mos duhet edhe ne të vim. Po vëlla, do kesh nevojë për ndihmë. Për hir të Zotit, djema, çfarë lloj ndihme? Këtë operacion e kryen policia. Je mirë është të qëndrosh me vajzën. Hajde Berbar. Hajde vëlla. Ali. Do ta gjesh motrën tënde. Dash Zoti, Merxhani.
Po, aga. Gjemal, çfarë po bën? Ne jemi këtu, civilët gjithashtu zonë vendet e tyre. Gjemal, mos bëj asgjë derisa të them kështu. Prisni për sinjalin tim. E kuptova, aga. Vlla. Bëhu i mençur. Në rregull? Do të paralajmëroj përsëri. Ka policë kudo. Mos u përpiq të rregullosh asgjë, për ndryshe do ta marrësh. Mirë, mirë. Ali, nëse ka shkëmbim zjarri qëndro larg. E kam me gjithmend. Mirë, vëlla, e le të vi. Në rregull? Dashuria sare po vjen. Shëndet, shëndet. Përshëndetin. Uj. Qetëso. Uj, ej. Largohu nga këtu. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, Sare. Mirë se erdhe, Sare. Së pari vendosa të vi tek ju. Desha t'ju informoj personalisht. Përse? Çfarë ndodhi? Ndodhe diçka e keqe? Bëhet fjalë për akuzën e sulmit ndaj Merxhanit. Çështja u dërguar në gjykat për shkak të rujtarit të sigurisë, Çetin Aktan, i cili pretendonte se ishte viktima, nuk e tërhoqi denoncimin e tij. Ka gjyqin këtë javë. Por motra ime nuk e goditi atë, Sare, unë isha aty. Barbarisht aty, gjithashtu jemi dëshmitar. Ju thoni se jeni dëshmitar, Gylajshë, por ata kanë shtuar filmimet e sigurisë në dosje si provë. Ju. Uj, vajzë, shumë e pas ke rrahur njëri unë. Do ishte mirë si kur ta kisha rrahur, por nuk e raha. Barbari, çfarë thot për këtë? Nazmia e bëri gjithë këto? Çfarë? Por Nazmia premtohoi se nuk do na tradhtonte më neve? Ata kur e pyetën për lëndimin në qaf, ajo as se përmendi emrin tim. Po, pra? Për hir të Zotit lere. Shkruaj aty. Përdore nesër më njëherë, apo? Mirë. Unë do të flas me prokurorin dhe do të marrë në pyetje rojen dhe do t'i jap këtë informacion. Faleminderit. Sare,
Faleminderit, nuk mund të të falenderojmë. Me kënaqësi. Hyma? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Hyma. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Unë erdha për t'i thënë diçka Zaferit. Unë po shkoj atëherë. Jam vonë për punë. Unë do të shkoj nëse ka ndonjë lajm do t'ju tregoj juve. Çfarë do t'i thërë vallai tim? Po dëgjoj, Hyma. Duke e ditur se çfarë interesi ke ti për mua. Kara më kërkoi të bëhem e dashura e tij. A e di këtë? Çfarë? Jo, Si kanë thënë? Shife nënën martohu me vajzën. Vlla, ata nuk vinë. Asu nuk e kuptova. Dhe në të vërtet, ju ende nuk e keni kuptuar se ata nuk do të vinë. Çfarë the ti? Vlla, Unë them se ata nuk do të vinë. I thash se i ishte kurth. I njoftova ata. Mos na gënje ne. Ne ta morëm telefonin. Si e kontaktove? vlla, dera nuk e kishit mbyllur. E si? A e thyve bravën? Hajde të rego tani se si hape. A mos je i vetë me që ditë e hapësh. Edhe baba e ka këto aftësi. Sabit kishet e drejt, vlla. Duart e tua nuk po dridhen më. Ti mbrëm dole dhe piva, po jo? Mendove se isha i çmendur ashtu, por doli të isha më i zgjuar mes jush. Kërkova shumë herë që të më sjellni të pija, apo jo? Çfarë? Pse? Ti kërkove ta gjeje, përse po më shkatron gjithçka? Hajde fol tani. Sepse atë vajzë e gjejta Ali. Çfarë? Emrin e saj, ku jeton, çfarë ngjyre janë flokët e saj, i zbulova të gjitha. Çfarë? Si quhet motra ime? Ku është ajo? E, pritëshojmë tani, le të vim në një marrëveshje së pari. Çfarë marrveshje, çfarë dëshiron?
Nuk do negociaj me ty. Nëse doni që ta gjeni motrën tuaj, sillni motrën tuaj të pasur, Lara Eyüpoglu. Me atë do negociaj. Lara Eyüpoglu. Vetëm me atë negociaj. Çfarë po bën ti? Ti je imi, ti je vetëm imi. Çfarë po bën ti? Çfarë po bën? Ha? Emine, Po, zonja Naz? ma bëj një kafe mua, vajz. Ma jep djalin unë ta mbaj? Sigurisht. Oh. A i din ti që ke një nën shumë të vlefshme? Nga ta di e ti. Do të vras. Do të vras. Më lërt, do të vras. Do të vras, more, do të vras. O, vlla, do ta vrasësh njeriu, prit! Vlla, do të largohesh nga motra ime, do të qëndrosh lart motrës ime. Gjithmonë ke për të qëndruar lart. O, vlla, do ta vrasësh njeriu. Qetësohu. Vlla, qetësohu. O, vlla, do ta vrasësh njeriu. Vlla, qetësohu. Qetësohu, vlla. Të shkoj. Më lërt të shkoj. Merë atë poshtrin. Merëni atë poshtrin, hiqeni nga këtu. Vlla, qetësohu. Qetësohu. E pse po më merrni mua tani? Mos jam unë fajtor. Njeriu musulmoj, nuk mund të shohësh. Edhe je duke pyetur. Arrestohesh për shitjen e fëmijëve që ja shitet çatallit. Merë edhe derisa të arrijë atje, nuk do të shoh askënd. Vlla, Kam për të shkatruar mbajmën. vlla, qetësohu tani. Barbar, si mund të qetësoj më për çfarë qetësie po fleta duhet të hedh një motor në duart të këtij personi për të shpëtuar tjetrin? Kjo nuk do të ndodh. Mos më merr, barbar. Vlla, kjo nuk do të ndodh. Do ta marr në pyetje këtë person. Atje do të zbuloj se kush është motra jote dhe ku është. Gylajshe nuk do të ndërhyjë në këtë çështje. Tani qetësohuni. Qetësohu. Do të qetësohesh apo jo? Vlla, hajde, në rregull. Shkojmë, do të dërgojmë në shtëpi. Shko ti vet? Nëse unë do të ecë vet deri atje. A je i sigurt? Do të jesh mirë. Barbar, ti e din se unë kur do të jem mirë. Do të jem mirë kur të mos më duhet të hesh dorë nga një motor për tjetra. Kjo është e gjitha. Çfarë ndodhi, Pamir? Si është gjendja? Si që urdhërua Dragipi të shkëmbente Lara Eyüpoglu me Emine, Aliu çmend dhe Barbari ndaloi Ragipin për këtë. Ah, kushëririmi i dashur, a do të flasësh me Ragipin për të gjetur diçka për Eminen? Pikërisht. Tani më dëgjoj me kujdes, Pamir. Kjo pas ka pak shkum.
E kuptove atë që të thash, apo jo? E kuptova. Mbylle tani. Mos guxo t'ja thuash mamas tënde se ajo është motra e Aliu të pastreh, në rregull? Mere, zonja Naz. Vajzë, kjo pas ka shumë shkum, ha? Zemreja tekon. Kur të dëshironi, do t'ua bëj përsëri të njëjtë. Të lumshin duart, vajzë, është shumë e shishme. Ju bëft mirë. Përse po që ishti, vajzë? Kot. Ali! Oh, falë Zotit. Më lërë të t'i shoh duart. Ali, më thuaj pse vazhdon e godet këtë njeri? Çdo gjë në rregull, pra ai konsiderohet si njeri dhe do të shkohesh ti. E pyes vetë pse kjo vajzë kërcen në qafën time. Barbar thiri. Po, me të vërtet. Ai tha Aliu u çmend. Edhe? Jam i çmendur? Ky është baba im që rrëmbyen nga duart e mia me vështirësi. Donte të negocionte me Gylajshen? Çfarë mund të doja ai nga Gylajshe? Po ti çmendim ke? Çfarë mendon se mund të doj, Merxhan? Ky njeri pa ndershëm ka kuptuar se vajza është e pasur. Do të kërkoj para, ç'mund të kërkoj tjetër? Gylajshe ja jep. Po, ke të drejtë. A mund të jetë ndryshe? Për hir të Karaz dhe Zipkinit ajo dha durkeqin nga gjysma e kompanisë. Për hir të motrës sime të humbur, ai do të më jap gjysmën tjetër. Ne i njohim të afërmit tan, apo? Por ti nuk do ta lejosh këtë. Nuk do ta lejoj. Edhe sikur të vdes, nuk do ta vendos Gylajshen në këtë situatë. Për hir të një motre nuk do të lejoj të coptohet motra ime tjetër nga i poshtër. E prandaj erdha unë, Barbari tha, mos i thuaj asgjë Gylajshes, po të prisja këtu, çfarë do të bëjmë, Ali? Më thuaj, Ali. A lartë është Gylajsha? Lartë është. Duke pritur për dëgjuar nga ju. Ajo as që ndoqi Zipkinin dhe Karan. Po Zipkin dhe Kara, ku shkuan? Bra Ali, me çfarë po ngatrohesh e ti? Dhe me çfarë mireshim ne si kur ta dije? Me çfarë ja duke luajtur, Merxhan? E ky Kara shkoi dhe i kërkoi Hymas të takoheshin. Çfarë? Mos pyet. Dhe Hyma sa më shpejt që mundi. Dhe para Karas, ajo ja tha këtë Zipkinit. O zot, o zot. Zipkin u ngrit nga vendi i tij, Kara e ndoqi atë. Ja ku po vjen, shiko, me sa duket nuk e gjeti. O zot bre. Eja. Sa po folem me Barbarin? Ky Ragipi i Deur është bërë njëri i pandershëm. Tani mos fillo me evolucionin. Morbir, nga vjen Hyma. Morbir, nga vjen Hyma. Ali. Vlla. A duhet të flasim për vajzën tani pas kaq shumë problemeve? Të lutem, o zot. A nuk është gjë e madhe që vëllezërit të luftojnë për të njëjtën vajzë, mor zotri Kara? Kush cilët vëllezër dhe motra janë në mosmarrveshje? Nuk ka asgjë nga këto. Para se gjithash, nuk ekziston një gjë e tillë. Kur mos e harro këtë? Asnjëherë mos e harro. Asgjë s'do të ndodh me mua dhe Zipkinin. Për çfarë ke fjalën? Çfarë do të thuash me këtë ta përfundosh? Mos fillo tani ti. Gylajshe. Çfarë Gylajshe? Gylajshe. Qetësohu pak. Le të flasim pak për Gylajshen. Shiko. Vëllai im i dashur, vëllai im. Nëse Gylajshe mëson për gjendjen e Ragipit, mendoni se çfarë do të bënit nëse do të mund të takoni motrën tuaj dhe të kishit një pasaport. Ajo do të ulet me Ragipin dhe do të fillojë të negociojë. Do i jap çdo gjë që kërkon.
Ja jep. Do thot sikur vëllai i Alit të mund të takonte motrën e tij dhe të mente letë njoftimin, do jep gjithçka. Do ta bëj. Tani ç'të bëjmë? Ajo nuk duhet që ta di. E Ali ajo nuk do ta di. A se vuri Barbari pas e kurave nga ta di. Për Zotin nuk e di. Dhënë Zoti që Barbari mund të jetë në gjendje ta mbajë Ragipin brenda, sepse sapo Gylashe të marrë vesh, gjithçka do të merr fund. Ragipi do të pasurohet. Sa viti të rrotullua koka. Me të vërtetë edhe koka e Gylashës rrotullohet. Let ullët pra. Nuk mund të ule, mendimet e mia janë me vëllain. Në këtë rast vëllai Alit do t'ju qetësoj. Vëlla, me të vërtetë nuk mund të rinin pa lëvizur me emocione, madje motra nuk qëndrojnë në shtëpi, çfarë bët? Vëlla? Vëlla? A ndodhe diçka e keqe? Po e përqefoj motrën time të vogël. O zot, nuk mund të mbaj? Mundesh pa tjetër? Motra do të vdes për ty. Motra ime mos vdek të para askënd. Nuk e erdhen dhe duke se kupton se çfarë po ndodhte dhe duke mos gjetur asnjë gjurmë lidhur me motrën. Dhe ti vendoset të përqafoje motrën tënde ashtu? Nëse nuk më përqafon kur ta gjesh, do të ndeshem shumë keq nga xhelozia, ta dish këtë gjë. He majmoni. Po sikur të mos e gjesh, si do bëjmë? Ku është Barbari? Në komisariat. Përse? Donte të luaj me policët. Pse mund ta bëj këtë? Sipas mendimit tuaj, çfarë mendoni? Ai arrestoi Ragipin sepse ai i shiti fëmijët e Çatallit. Ai do të marrë pyetje Ragipin në stacion. Do të kërkoj lidhje për të gjetur motrën time. Është koha të qetësohemi. Të qetësohemi patjetër. Ti përse je vetëm? Sa vet du të jem? Ku është Zëpkëni? S'mund ta gjej. Zotri Kara, le të kalojmë në temën tuaj. Për mendimin tim nuk shoh ndonjë temë që duhet të kalohet. Duhet të them, nuk ka temë vëlla. Me që nuk ka asnjë temë. Motër, pse godet? O zot, o zot. Pse i thua asaj të bëheni bashkë? Po motër. Çfarë sheh tek ajo varës për hir të Zotit? Dhe gjithsesi ajo e lëshoi supën dhe ndezi një zënk mes vëllezërve. Mos e thoj këtë gjë motër, nëse Hyma nuk do ta kishte lëshuar, nuk do të kishin ditur asgjata. E vërtet. Dhe në përgjithësi, ti a e di vëllai Zipkin që i pëlqen Hyma? Ti përse i thua vajzës tjetër që të dua unë ty? Madje pse nuk e di unë që vëlla Zëpkëni është interesuar për Hyman? Ma thuaj këtë gjë. Harrova të ushqej Çatallin. Respektim vëllezër dhe motra. Tani po shkoj, do t'jam mbath. Ndalu këtu. Ika. Jam mbathi. Ai nuk mund të shpëtoj. Nuk mundet. Ai është në duart e mia, mos u shqetëso ti. Por edhe unë po iki tani. Hajde shihemi më vonë, nëse ka diçka më telefononi, ha. Jeta ime, dil nga makina. Nuk kam kohë për ty tani, as pak. Po si jo? Do të shkoj në rezidencë, nuk kam makinë. Në rregull me një kusht. Nuk do e hapësh gojën derisa të arrijmë në rezidencë ose të lë rrugës. Edhe Barbari të vrasti apo jo? Mirë, do të riqem në anë të rrugës dhe do dalë vetë. Në rregull? Ai mirë, në rregull. Nuk do të flas deri në rezidencë, hajde. Dhe jo në rezidencë. Ti e një rëmuj në kokën time. Komisioner, edhe njëherë mirë se erdhë tek ne. Faleminderit prokurore. Çfarë ndodhi? Keni ardhur për hetimin? Jo, erdha që të mos pushosh nga puna. Punë të mbar. Mirë se erdhe Barbar.
Punë të mbarë, shoku. Faleminderit, komisar. Ragipi ku është? Në dhomën e dytë të marrjes në pyetje me qëra fjala mirë se erdhe komisioner. Faleminderit, Nisa, faleminderit. Komisar, mirë se erdhe. Punë të mbarë, vlla. Faleminderit. Mirë si u gjej, mirë si u gjej. Mirë se erdhe, barbar. Mirë se të gjeta, vlla. Po si je, ore? Mirë, është në rregull, faleminderit. Si jemi? Prokurore? Ku është vajza jote Ragip? Unë dua të negocioj vetëm me Lara Ejupoglu. Ku është vajza jote Ragip? Aliu nuk do të marrë as letër njoftimin, as motrën, derisa të flas me Larën. Vajza jote ku është Ragip? Do të bëj një ankesë kundër teje. Çfarë lloj prokurori je ti? Leon që dikush të rrihet para syve të tu? Një person. Unë nuk e pash të godiste një person. Njeri i poshtër i quajtur baba mund të jetë rrahur, nuk e di. Tani shiko këtu Ragipi i dehur. Nëse përmend edhe një herë emrin e Lara Ejupoglut, do të goditesh në fytyrë. Në rregull? Ose përgjigju si njeri, ose do të të rrah për vdekje. Kuptove? Ku është vajza? Mund të më rrahësh sa të duash. Ju do t'jeni përgjegjës për të gjitha këto. Nëse Aliu do një letër njoftim, nëse dëshiron të ta gjej motrën e tij, motra ti e pasër Lara Ejupoglu do të vi të më takoj dhe të flas me mua. S'ka asgjë për të bërë. Ali, unë doja të ta lidhja dorën për t'i u zhdukje në sekond. Jo, unë nuk u zhduka, ja ku jam. Shiko, e di ku jam. E po atëherë, të pak të një e di. A mas gjatë dorën pak? Ali, mas gjatë dorën? Merxhan. Ha, Kemi probleme me këtë Ragipin. Se kur ta marrë pasaportën, se kur do të ribashkoj me motrën time, nuk e di se kur, por e di se do të ndodhë. do të ndodhë sigurisht, Ali. Arritëm të bënim gjërat pa mundura, edhe këtë do e bëjmë. Mundemi. Pastaj do gjejmë tënden dhe do të marrim pasaportën. Dhe do të martohemi. Do të martohemi. Do të kemi fëmijë. Shpresoj, Ali. Ndërkohë që e gjithë kjo po ndodh, më duhet diçka për të mbajtur. Duhet të fillosh diku, Merxhani. Ali? Të premtoj se do ta blej origjinalin. Por derisa të mbledh para, ti do të vësh këtë si një unas martese.
Mos duhet të ulem në gjunjë? A do të ngrihesh nëse të them qof? Nëse thua idhu këtu, unë do t'idhe me një. Të betohem në Zot Marjan. Por, do t'ishte mirë sikur të mos ngrihesha. Jashtë stilit tim. Ali! Gjithë qka do të shkoj shumë mirë, e di. E di? Sa mirë që ekziston, Marjani. Përshëndetje, zonja Gyzde. Sa po e futë Ragipin brenda? Në rregull? Mund të shkosh? Do të telefonoj kur të mbarojon. Zonja Gyzde, dhe Nazi dërgoj shumë përshëndetje. Faleminderit. Me kënaqësi. Faleminderit shumë. Sigurohu që ti përcjellësh falenderimet e mia asaj. Sigurisht. Patjetër. Pse është ky djallë këtu? Unë nuk e di ato. Zotri oficer. O, shiko kush është këtu, zonja avokate? Dëgjova që komisari Barbar po merr në pyetje klientin tim. Cilin nga klientët e tu po merr në pyetje? Zotri Ragipin. O, zot, o, zot. Si i gjeti parat zotri Ragip për t'ju punësuar? A nuk i mbron zakonisht makinat e mafias që bëjnë para? Nuk e di. Ndoshta kam vendosur të bëj një vepër të mirë, kush e di? A nuk mundem? Dua të shoh klientin tim me një herë. A mundet? Prokurore, Barbar. Komisar, mendoj se duhet të thuash, zonja avokate. Pra ju dëshironi të jeni zyrtar? Oho. Mirë, komisar. Si jeni jo? Si po kaloni? Çfarë po bën ti këtu? Unë jam avokati zotri Ragipit.
Komisar, a po shohin mirë sytë e mi? A nuk ka punuar si avokate e mafis herën e fundit kjo? Po, prokurore, kete drejt. Çfarë ndodhi? Po punon për njerëzit e ulët tani? Ai, mos e thuaj këtë gjë. Gjithkush ka të drejtën mbrohet, apo jo? Hyrje në të drejtën kushtetuese, 101. Ju të dy duhet ta kishit ndjekur këtë lënë në klasën e parë. Unë flija gjatë ligjëratave. Tani më thuaj të vërtetën. Si të gjeti një i dehur? Si mundi të punësonte? Apo kush të punësoj? Si ndodhi e gjitha kjo? Ha, nuk po flasim zyrtarisht, ne. Pse po më drejtohesh me ti? Zonja avokate, kush të punësoj? Le të themi disa nga të njohurit e zotri Ragipit. A mundet ashtu? Le të themi ashtu. Kush janë këta njerëz? Por komisar, ju po përpiqeni të shkelni privilegjin avokat-klient, ju lutem tani, ju lutem. Tani, prokurore, komisar, a mund të zbuloj se për çfarë krimi po e akuzoni klientin tim këtu? Ai u ndalua me akuzën e shitjes së fëmijëve tek çatalli. A keni ndonjë provë? Po. Ai rrëfeu vet. Jam e sigur që duhet të rrëfente dhe të merrte fajin për një krim që nuk e kreu në nkërcënim dhe presionin, apo? A nuk është kështu zotri Ragip? Po, pikrisht ashtu është. Kjo është pikrisht ajo që më ndodhi. Më mbyllën diku atje poshtë, aty më mbajtën me dhunë, madje më rahën, dhe më detyruan të rrëfej gjithçka që nuk kam bërë. Këto janë krime që kërkojnë largim nga profesioni. Por nuk do ta doja këtë gjë unë. Në mungesën tënde, komisar. Më keni munguar shumë. Ishte kaq e mërzitshme këtu pa ju. Unë nuk dua që të pushohesh nga puna. Tani sapo je kthyer ti, apo jo? Gözde. Zonja Gözde, komisar. Zonja Gözde. Hajde. Mendoj se mund ta zgjedhim së bashku këtë prokurore. Ju shpëtoni komisarin dhe unë do të shpëtoj klientin tim këtu. Çfarë thua ti? Ha? Kara, shiko, unë heshta nuk thash asgjë derisa arritëm. Vërtet, je shumë e zgjuar. Largo nga rruga ime, lëviz. Largo! Largo nga rruga ime. Nuk do të largohem? Largo! E mire, më pengoj ato. A mendoni se jeni të zgjuar? Zonja Naz. Zonja Gözde, Lara është këtu. Mund të më dërgoni vendodhjen që të marrë zotri Ragipin unë? Në rregull. Po të shmendem. Cilët njerëz mund ta kishin punësuar Gözden? Ndoshta mund të jenë njerëzit që po ndjekin motrën e Aliut. Gözde tha se ata ishin miqtë e tij, ashtu diçka. Nuk mendoj kështu, shqetësimi vetëm i Ragipit është të marr para. Unë mendoj se Gözde po gënjen. Ke të drejtë, kjo është e mundur gjithashtu. Atëherë cili është plani tjetër? Gjëja e parë që do të bëja
është të përpiqem të gjej Lara Jupoglu. Vrapo. Pra ti do të ike nga unë? Dhe do të mbyllesh në shtëpi, ha? Nëse Emine nuk do ishte atje, do isha mbyllur. Po pra. Më vjen keq vëlla, por ajo më urdhëroi. Do të pyes për këtë, mos u shqetëso ti. Tani fillimisht do ta ushqem çatallin dhe pastaj Vaj, vëlla. Çatall, shiko, të bleva një durum. Haj edhe këtë. Faleminderit. Shikoj vëllain tim. Haj, iku dhe u kthye përsëri duke vrapuar tek unë. Zotëri. Mendova se do përballesha vetëm. Por ti do të jesh para publikut, nuk ka problem. Djalë, si mund të aftosh Hymën për takim? Largo dorë do. Vëlla Kara, a e pyeti Hymën për një takim? përbesa ai e bëri. Hymën, vajzën e Nazmijes. Ajo nuk është as pak e keqe. Emeta e saj e vetëm është nëna, përndryshe është Angel. Djalë, mos më bëj të humb durimin. Jo, çfarë po bëni? A nuk i ke humbur akoma durimin, a? Unë do shkoj tek Sare dhe do i them, Sare ime, prokurorja ime, bëhet dashura ime. Vëlla zëpkën! E humbi durimin kur i thash Sare, unë ty! Aj, mos e bëni! Do të vras, mos më bëj me nerva. Mos e bëni, ndaloni! Që duhet nga unë? Që duhet nga unë? Bëllë gojen, largo! Mos më të shmenë më shumë. Mos më bëj me nerva thash. Mos më shmenë më shumë. Gojen e fliqur të thash. Mos më prek. Martë të dreqje edhe ky aksident na duhej tani? Punë të mbarë. Aksident. Përgjigju na telefon, moj dreqje e martë. Do të vras! Lësho ma dorën! Bir? Çfarë bën telefoni Karajt tek ti? Jepja Karajt! Nuk mundem. Ai bjondi po e rreh tani. Çfarë? Bir, është një vajzë me emrin Sara. Po luftojmë për shkak të saj, nuk e di. Më dëgjo, kur do të kthehesh? Tu është edhe nusja ime, eja. Çatall po vi, thuaj Karaj që ta nxjerr Gylajshën që andej me njëherë. Në rregull, mirë do t'i them.